Nipit tim Valjedit, i cili u kujdes për jetën time dhe prej të cilit kërkoj të kujdeset edhe për varrosjen time. Me qënë se kam jetuar duke besuar në mendimin shkencor, në ngritjen shpirtërore në përparimin shoqëror, që e bën të mundshëm ai, duhet të jem i varrosur pa ritual fetar. Me qënë se kam jetuar dhe kam menduar në pjesën më të madhe të kohës, duke shprehur pikpamje kritike ndaj sundimtarëve e pushteteve të tyre, dua të jem i varrosur pa kurfar pranie zyrtare. Varrimin tim dua ta bëj vetëm familjarët e mi. Me qënë se jam kujdesur të jetoj thjesht, ashtu thjesht dua të jem edhe i varrosur, pa fjalime, pa media, pa lule, afër varrit të gruas si me shpresës. Vdes i qetë. Me qënë se jetën, krijimtarin mendore dhe veprimtarin politike ja kam kushtuar lirisë, bashkimit dhe mirëqenies demokratike të popullit shqiptar, mund të them se as Shqipërisë shtetërore as Kosovës, të sotmes e ardhmërisë së tyre, nuk u kam mbetur borxh. Në qoftë se Kosova më ka mbetur borxh mua, këtë do të mund ta thonë historianët e arshëm të letërsisë, të kulturës e të mendimit politik shqiptar. Nuk mendoj se vdes pas një mëkat. Me qënë se jam rritur, kam jetuar, e kam punuar në kushte politike e shoqërore, që edhe pas çlirimit të Kosovës e të krijimit të shtetit të saj, ishin shumë të vrazhda, nuk mund të them se mos pajtimet e mia të shprehura ishin gjithnjë të liruara prej disa gjykimeve e vlerësimeve më të ashpra se çdo të duaj. Megjithatë, varrosjen e pres i bindur se kam jetuar, krijuar e vepruar, duke bërë mirë, duke predikuar të mirën e duke përhapur njerëzillëkun. Këto mendime i shkrova duke qenë i vetëdijshëm dhe mendje qartë. Gjyshi yt Valjed, Recep Qosja. Prishtinë, 30 prill 2016, 10 vjet përpara se të ndahej nga jeta. Është testamenti i Recep Qosës. Mirëmbrëma. 8:05 nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Amarildo, rrallë kam parë të tillë, e di si është, duhet t'i leshim ndjekësve tanë atë momentin që ta përthithnin se çfarë filozofi është në ato rrjeshta. Mund të them është një nga shqiptarët kolos që e thuat se që rrallë dhe nga fshati jot. Po, natyrisht nga krahina jonë nxjerrim njerëz të bukur, një trima, çfarë më tërhoqi jashtë mase, domethënë që është filozofi në vete, natyrisht në një përplasje që kishte me Kadaren, tha një shprehje të Roman Roland: duhet mendosh ndershëm dhe vetëm ndershëm, qoftë dhe kundër të gjithëve, sa ashtu ti mendon për të gjithë. Kjo shprehje është çfarë e ka karakterizuar 8/5 që nga krijimi i saj. Do të thuash që kemi ecur në vizën në vijën e Qosës. Patjetër. Apo që e vërtetë është. Qosja për mendimin tim ishte besnik i besimit të tij, për atë që besonte, për momentin e thotë edhe shumë bukur. Dhe në një farë forme gjatë bisedave që kemi bërë bashkë, kam thënë arsye pse jam vërtet krenar që kam një emision me ty personalisht, them ty se të kam shok, po natyrisht duhet drejtohem me ju, sepse je një qytetar i vërtet. Pra, shumë raste ne kemi pas kontradita, por ajo çfarë unë ja kam thënë dhe të tjerëve, në lidhje me ty dhe pse vërtet, domethënë kam jo vetëm respekt, po edhe një farë dashurie miqësore, është se ti e ke këtë karakteristikë. Pra, pavarësisht se si është krijuar opinioni jot në një X moment, në bazë të informacioneve që ke marrë në atë moment, gjatë një diskutimi ne kemi bërë re për shumë që ka thënë, është kështu. Pra kur vijnë informacione të reja nga diku,
nuk e ke frikën që duhet ketë një intelektual, një njeri që ta ndryshoj këndvështrimin e tij. Se ndryshe bësh pyk. Amarido, jam I parimit që ka thënë Montanelli, mendim ka thënë nuk ndryshojnë, vetëm mumjat dhe idiotët. Eksaktësisht. Dhe ajo për çfarë unë e vlerësoj këtë gjeni, dhe pse them fjalën gjeni, është pikërisht nga I testament, po të shikosh aty ka të ndërthura të tëra. Është ajo varrosja që ke qef ti, bileti e do dhe pa kështu, pa gur fare. Pa gur fare. Ti kthehesh tokës. Po, mundësisht në pyll kështu. Edhe dihet vetëm me gisht ku është pylli, po jo kështu si vend. Jo, ajo që më bëri përshtypje të jashtëzakonshme është që pavarësisht se qosja është shqiptar dhe jam shumë krenar që është I kombitim ky lloj njeriu, por dhe nëse do të ishte I huaj, do ishte një shembull që duhet ta merrin të gjithë njerëzit. Pra të bësh një jetë dhe të kërkosh të vërtetën, ose të kërkosh të shërbesh kombit tënd, të shërbesh njerëzve tu, dhe vetes mbi të gjitha, pra të jesh I ndershëm me veten tënde, është gjëja më sublime. Pse them është gjëja më sublime? Sepse është e vetmja rrugë që do t'i vej gjithë idiotët në kokë. Dhe po të shikosh për shumë kush ka dalë kundra qoses, se janë ca pushk që kanë dalë kundra qoses, këto nuk bëhen më. Janë njerëz që nuk bëhen, nuk kanë mund tentativë, çfarë do lloj vetëm shati I bokta. Ajo rruga që ishte për kullim. Asnjë lloj gjoje, jo sinqerisht. Ja u thotë më me shpirt, nuk ka shu. Pse? Sepse e harrojmë që është shqiptar, po them dhe e harrojmë që është shqiptar. Mendimi I tij, filozofia e tij është njerëzore, pra I shërbe njeriu në radh parë. Dhe ai guxim që ti thuash të vërtetën në një kohë që ushqen dhe prodhon idiot, është ajo për cilën flet edhe vetë, do më thënë një nga shprehjet që kam unë në faqen time ose mbi krye, është pikërisht ajo e Nietzsches, që thot njeriu duhet ketë guximin të mos përmbytet nga turmat. Shumë herë të dojeni veten të vetëm, shumë herë dojeni veten tepër të frikësuar, por nuk ka çmim më të lartë se ti jesh I Zoti I vetes tënde. Okej, Nietzsche e hoqi vetes, po e mbytën turmat. Po, Nietzsche në kohën e vet, sa idiot si puna këtyne kishte Gjezu në moshin, Nietzsche I mori më vonë vlerat që kishte. Si gjithë filozofët, si dhe qosja në vetvete, për shembull qosën, të gjithë këta që e shanë, sot për shembull këto si qasë në vet. Përplasja me Kadaren shifet në një sy tjetër, ai kur I thotë. Përplasja me Kadaren e solli pikërisht kohës se kush kishte drejt, qosja apo Kadare. Sepse nëse Kadare ishte I shitur, do më ushit totalisht gjunaf në vjen, që ushit totalisht ke kisha dhe ke perëndimi për qa buke, dhe s'prodhoj do t'asi mut mo, qosja ngele qosa. Qosja ngele qosa. Nuk... Dhe aty ka një frazë të mrekullueshme tek ajo që tha në fund, që tha kur merresh me politikë, tha, kam borxhe ndaj vetes. Dhe ma domendja ka qenë vetmi pishman I jetës vet. Dhe sa filozofike është ajo që mos të mvi as si politikan, as si media. As media afër. Dy organe që sot ndyn hapësirën publike. Pse? Sepse dhe ka thënë para 10 vjet, ha? Në një program që unë e kam parë, qosën që ai nuk e ceku, por unë e kam cek në disa programe, bilisa dhe një program që pata me
atë gazetarën e njohur Qipën, përmenda domethënë rolin vrasës të medias. Në media nuk ka më njerëz, janë shumë të rrallë që janë njerëz, që janë vërtet njerëz, janë njerëz në nevojë dhe nuk ka qenie më të poshtër se i njeriut në nevojë. Këto nuk kanë as komp, as dignitet, as gjë. Kanë klikim. Kanë në dorë një bombë atomike. Po është bombë atomike, biles dje ishte edhe dita e librit. Nuk shkojta asgjë sepse ajo që do thoja në fakt është njerëz mos lexoni. Mos hiq do nga libra. Për arsye sepse libri sa dritare është për jetën e njeriut, duke di që njeriu është emocional dhe mënyra se si është ndërtuar me bota sot, është edhe një libër të mrekullueshëm ti e keq interpreton. E di që një ndër librat më interesant që unë kam lexuar për Skënderbeun, unë si kam bërë reklam. Se e di që do e kapin i tuf idiotësh edhe do komentojnë ndryshe, kurse unë e shoh Skënderbeun pikërisht në atë kohë. Dhe jam i detyruar që mos t'i bëj reklam. Se do e kapin idiotët në dorë e do e hanë. Kjo është... Ameldo, unë kam takuar 3 herë Recep Qosën. Një herë në Vuthay, në shtëpinë e prindërve të tij, dhe nga i kam dhuratë një si pjatë drurit, të cilën e kam në dhomë të gjumit dhe jo të çelsat, jo ndonjë gjë që më duhet gjithmonë kur e heq prej doret. Kam një mbules sofra tavoline te ajo e bukës, dhuratë prej tij, dhe e kam takuar 2 herë në shtëpinë e tij në Prishtinë. Një nga këto herë morëm edhe na çoi në një restorant ku na sapo i kishte vdekur bashkëshortja, që ai e çmonte shumë. Dhe ishte një çudi për mua që një burr, qofsha është bajagi i gjatë, ndër ishte, më them, pak a shumë niveli im. Unë jam 1,90, ai në atë moshë ishte pothuajse sa unë, nipin e tija, i cili flinte te ai dhe rrinte me të, ishte, si më thënë, murgu i trashëgimisë së tija. Unë gjitëm lart e studioja e tij, ku ka dhe foton e fundit, dhe ai kishte një problem sepse vila nuk e mbante dot peshën e librave të tij dhe i duhet ta rikonstruktonte. Vilën ta përforconte. Sepse kishte një bibliotekë që zakonisht, domethënë dhoma të tëra të mbushura 4 faqet e murit. Çuditërisht një burr shumë elegant, për mua, që prisja gjithmonë ai është si një masiv shkëmbor, po ta shoh është tipik i Vuthajve, i zonës sonë të veriut, i cili mendoj që aty është raca më e bukur shqiptare, se është akoma e paprekur. Dhe unë kur kam shkuar aty jam mahnitur nga femrat e jashtëzakonshme, për nga bukuria dhe nga meshkujt të gjatë, me kom të gjatë, atletik të gjithë atë tyre. Një burr shumë elegant, çuditërisht nuk e hante vajin e ullirit, megjithëse ka qenë edhe një herë tjetër, po unë fola për herë që e kam takuar në Kosovë dhe në Vuthay, po e kam qenë me të edhe në Vlorë dhe ai nuk e përdorte vajin e ullirit, sepse nuk e njiftin zona në kohën përpara viteve 90. Njëri shumë i përkohur në të ngrëna në të pirë, po duhet të them që ai me gruan kishte një raport të jashtëzakonshëm dhe thoshte që nuk ndjehe mirë sepse ajo më kishte marrë çdo vestimin dhe ishte në funksion të Qosas. Pastaj unë atje e kam njohur që nga libri që thonë dhe shkërkojnë kosovarët, artikujt e tija, që botuan disa volume përpara viteve 90 kur filluan demonstratat. Kam lexuar dhe unë. Edhe ajo që pikërisht dhe më bëri përshtypja i citati që ti citove nga thënia e Qosës, nga një citim po i Qosës, që ajo që më ka bërë përshtypje është ndershmëria e tij intelektuale për të pohuar gabimet edhe për të korrigjuar jetën e tij. Për shembull, në raport me historinë e Shqipërisë, ai ka pasur
mendime të ndryshme për kohë të ndryshme, për shembull. Këtë vlerësoj, prandaj thash që është intelektual. Pikërisht këtë vlerësoj që në momente të caktuara ti do bësh një rivlerësim 30 vjeç me 32, masi të kara jeta ndryshe, nuk është i njëjtë rivlerësim i jetës. Eksakt. Edhe kur je ku rafsha mos u vrafsha, që e bën 100 metrëshin o 10 sekonda, je ndryshe nga ai që shikon dhe bën tifozllëk të tjerë dhe fillon pastaj një moment që edhe gjykon të tjerët ku bën gabime ku. Për shembull, ka bërë përshtypje qëndrimi i tij për Enver Hoxhën, ku në fillim ka qenë kritik, megjithëse ai ka qenë ndër njerëzit që është ftuar më shumë në kohën e monizmit, përrinte për kohë gjata në Pogradec, në Durrës, në vilat qeveritare, është autor i drejtshkrimit, Kongresit drejtshkrimit, delegat. Por më vonë pastaj në një intervistë të tij ai thotë që vetëm 2 udhëheqës properdimor ka që e modernizuan Shqipërinë, janë Fanoli dhe Enver Hoxha. Fanoli spati kohë, Enver Hoxha pati kohën vetë që dhe la një vend perëndimor kur i me koncepte, sjellje e gjitha. Por më bënte përshtypje edhe ndershmëria e tij në gjykimin e të gjithë udhëheqësve, qoftë UÇK-s, Albin Kurti. Për shembull, kur Albin Kurtin të gjithë e shikonin si fenomen egzotik, ai kishte një mendim të vetin të konsoliduar. E të tjera, të cilin edhe mund ta ndryshojmë me kalimin e kohës. Pastaj mendoj që përfundimisht e rrëzoi vdekja e vajzës, e cila ndodhi në gushtin e kaluar, pikërisht nënës nipit. Ai kishte një lidhje, se ka 2 vajza, një lidhje shumë të ngushtë me vajzat e tija, dhe mendoj që ajo e rrëzoi përfundimisht. Dhe ajo që duhet të them dhe që ta mbyll, pastaj kalojmë në tema të tjera. Unë mendoj që ky ishte ndër rilindasit e fundit, po kishte diçka më tepër se rilindasit. Sensin e autokritikës dhe duke mos qenë monument, duke qenë ende mishe kocka, neve kishim mundësi edhe ta shijonim. Sepse rilindasit në një farë mënyrë edhe për shkak të nevojës së një kombi për të krijuar mite, ne i kemi mermerizuar, i kemi në mermer dhe nuk ndërsa kishte. Ajo që duhesh bërë, për këto figura, ajo që duhesh bërë. Te ky kishim luksin që edhe ta kritikonin sepse ishte gjallë. Edhe me që e dëgjonim duke folë, mendojmë që kemi byllë dhe me kritiku. Kjo është... Këtë kemi me gjithë ne. Këtë kemi me gjithë. Ajo që do shtoja, ose ndoshta do mbyllem me këtë, është fjala intelektual. Sepse në një intervistë ti vura re që foli për intelektualizmin, tha intelektualet duhet flasin. Tani unë mos ma mori për keq qosje, atje e latë ku është, por unë e kam studiu dhe këtë pjesë në intelektualizmit, në ka grupim që vuan në një sistem tillë është intelektuali. Pra që nga vitet 90, gjë e pa që u bë në vitet 90 që i kam bërë një zbërthim për njeriun, jo vetëm për kombin, është që intelektuali dhe nga bisedat që kam bërë me historian, njerëz të mrekullueshëm, e kam vënë re këtë që intelektuali ishte njeriu më i pambrojtur i viteve 90, sepse ai do shiste vetëm iden. Unë mendoj që e lanë me qëllim ashtu të zhveshur në mënyrë që ai të shitej. Ashtu. Po ashtu është, intelektuali përgjithsisht është një njeri. Po e thot edhe shumë bukur qosja, thot, ndoshta për shkak të kushteve të vrazhdë, thot, kam mbajtur edhe qëndrime që duhet të më gjykoj historia. Po pra, por ndershmëri intelektuale është zakonshme. Por ajo që qosja kërkonte nga intelektualet, këtë po them sepse si gjeti do qosja intelektualet, është se ka nevojë për çapën e bukës. Ka nevojë sepse s'kan pasuri tjetër përveç fjalës. Dhe atë fjalë ja blen shumë mirë. Po të shofësh veprat e para të ish intelektualëve tanë, janë sponsorizuar nga Soros, janë sponsorizuar nga ato që këtu ai të ha fjalën, të ka ble qysh në vëllimin e parë. Do në momentin, unë kam folë me historian, me njerëz të letrave, dhe në momentin që ai ta ka ble, do më thënë, bukën e ditës, jo gjë tjetër, mos thënë atë bukën 5 vjeç, që sa ka qenë atë, ta ka ble ai.
në 91 s'kem o fjalë tate. Amarito, Dhe kjo ndodh, që ta mbyll, kjo ndodh, ju në fakt sa po desha ta zgjera ta hap, e zgjerojmë sa duash, po të mbyllun mendimin tim, kjo është fatkeqësia më e madhe që ka ky sistem. Dhe sot e kësaj dite, unë kam vështirësi në komunikim në Shqip, pasi të vetmin intelektual që mund gjesh është ata njerëz që nuk flasin Shqip dhe që se më thënë kanë bërë një jetë dhe kanë bërë një autogol ose një si më thëmë të revizionim të vetes. Dhe këto janë figurat më të bukura që ka bota sot, nga cilët më të marrësh, por kanë pas luksin. E ka bërë dhe ka dhe reja, rivlerësimin e vetës. Lese gjyno, për. A ti si është problemi? Lese gjyno. Më ka marrë malli të lexoj Donin e qetë Sholohovit, i cili është mim Nobel dhe thretit i Stalinit. Është histori shumë e bukur. Edhe thot, shiko, ke një personazh shumë simpatik aty, thot, po e ke lënë kulak, thot, mbasi kishte lexuar o do shkrimin o botimin e parë, nuk e vënë. Thot, futen kooperativi, thot, në kolkozi, thot, bë. Nese, vazhdon, bën botimin e dytë, prapa i kishte mbetur reaksionar. Së futen kooperativ. Prap Stalini. Thot, Stalini, jam duke thonë Stalini, o Sali Berisha. I thot, atë personazhin e thot që më pëlqen shumë, e thot, ala e le reaksionar, nuk e futen kolkoz, nuk ndigjon mor burr, nuk ndigjon të futen. Është bukur fare. Është bukur fare. Kjo është ndershmëri intelektuale. Mua më bërë përshtypja si nuk e të shumë në gulag, po e lam të shkruan të do të merrte Nobel. Kur ma kanë treguar për herë të parë, ma ka treguar Daud Gumeni, nuk futet, nuk pranon futet. I kam thënë. Okej, va, le. I kam thënë 100 herë dhe për s'më vesh. Po të shikosh tani, domethënë sepse ai si mund të them vdiq në një ose iku, mund të themi në një moment që është tragjiko-komik në Shqipëri. Ne jemi në krizë shpirtërore, në fakt. Është një krizë e jashtëzakonshme. Po të shikosh për shembull etalonet që janë sot në media, që janë sot në Shqipëri, janë u lërasin nga dhimbja. Pra pavarësisht buzëqeshjes tyre ose pavarësisht idiotizmit që lëshojnë, janë duke ulërit, është ulëritje shpirti. Po shikoja mbaroj Big Brotheri. Big Brother, nëse do ta mbyllja me 2 fjalë Big Brotherin, ishte ose kërce tunde Mojselin, ta marri vesh ajo kanin, dhe të shoqëria jonë është tunde Mojselin, ta marri vesh ajo kanin, dhe hajta kërcejmë gjithë. Pyk. Do me thënë, çfarë do të bësh dhe çfarë do të thuash, se dhe intelektuali ndodhet në një pozicion tragjiko-komik, që duhet qeshi me veten, duhet tallet me veten, mos shmenet. A mund të Patjetër. bëjmë të hapim temën i çik? Autostradë. Okej. Ti dje kishe shkruar një status që unë ta vendosa si artikull, dhe që është një vërejtje ime që shpesher statuset e bura duhet i bësh artikull, mos i hidh në lumin e Facebookut që i merë dhe është shumë e drejtë dhe ikin, sepse një ndër synimet e pikërisht të kësaj strategjie të budallepsjes së turmave është hape shkollën, leri gjithë budallënjtë të flasin, të hedhin statuset e tyre dhe pastaj ikin dhe bërë të shmuar. Është tepër e drejtë, shumë e drejtë. Ti thoshje po ta bëjmë në mënyrë të hapur që të kemë ndihmën e publikut të kritikojnë. Kritikojnë. Është ajo që thoje. Ne pse na shkel me këmbë greku. Shkel sepse ai të gjithë ata vrasësit, përdhunuesit, maskarënj, ai kanë bërë për Greqinë.
nuk diskutohen ata. Po dalim se kanë bra një prift, se prifti shkret ju kishte dhënë bukë komunistëve. S'ka problem, mira kanë bërë priftit. Po se kanë zhduk edhe fshatra me bombardim, të që shumë mirë ishin të lidhur me komunistët, se komunistët ishin të lidhur me Rusin, një tjetër do vinte Por, edhe komunistët në krau vetë. Absolutisht po. Kanë emrat e tyre në Greqi. Absolutisht po. Kanë historinë e tyre në Greqi sot. Pra nuk i ka fshi as ata. Kjo është e bukur. Domethënë kjo është genialiteti i një kombi që do të heci përpara. Dhe pastaj e boti atë alternativën nga do të shkosh. Po. Ndërsa, ti the shumë bukur, ne kemi një institut, studimit kriminal komunizmit, i cili ka bërë një listë kriminalësh lufte ku fut gjithë ata që komandante brigada partizane, njësitë e gurë, gjithë ata i ka cilësu kriminal lufte, i financuar nga lekët e shqiptarëve. Dhe kemi dhe ligjet... Ato financime vinë nga jashtë. Po, se në momentin që ato t'japin, kjo është se çfarë është perëndimi. Jo, ato nuk vinë nga jashtë, i paguajmë taksat tona. Ata që nga jashtë pasaj tonë shiko, se duhet tjetë ky, për ndryshe iku kredia. E sharove, bravo. Pra, ajo që ajo rruga që do bëhet 100 milion nga cilat 95 do mi japësh mua, po ky 5 që të mbetet do financosh edhe këtë tjetrin. Eksaktësisht. Prandaj arsimi është një tmerr i vërtet, nuk duhet të çosh fëmin të mësoj. Ke parasysh se ku kemi arrit apo jo? Dhe isha kurioz të shifsha letërsinë, dhe jam shumë kurioz, sinqerisht, dhe do ta bëj brenda kësaj jave o 2 javësh, të shoh pak letërsinë, çfarë poezish ka brenda, çfarë. A mund të jetë në Shqipëri thua ti? Ë? A mund të jetë në Shqipëri? Mund të jetë në Shqipëri ose çfarë jep më burr, çfarë jep, son kampanja 2 personazhe që i mora vesh rastësisht dhe është për të theksuar që janë agent poet e Leshit, po janë agent jo me një, se me një quhet ideal. Dhe unë i vlerësoj idealistët më. Unë jam i person që i vlerësoj idealistët. Unë i vlerësoj edhe kur janë kriminal, idealistët i vlerësoj. Sot e ma shu e ka mendu dhe rrit të shoh se në çka këndvështrimi e ka pa X-i. Po këta nuk kanë as zot as iman. 7 rroga agentura. Kanë shpenzime më burë. Dhe ndodhen në letërsinë tonë. Një smur psiqik që ka shëby kush ka dash, biles ka shku ka trokit. Në përgjithësi trokasin, gjithë këta. Bravo. Dhe është në letërsinë tonë. Që këtu figura është i bret. është skandaloze. Dhe më e bukra është që përpara në kohën tonë të mësimit ishte diçka që nuk e di ndodhet më në letërsi, që jepte një tregim apo jepte një poezi, sidomos poezia, që poezia është muzikë shpijet e një masë, domethënë një roman të tërë, një jetë të tërë, ti e ngushtoj, i fut dhe melodin që të nxjerrësh një poezi. Dhe atë poezi nuk më thush vetëm sa e bukur, po të thush kuptimin, dhe ishte ajo kuptimin. Dhe aty e meshe notën, se për të rrezitu e qatë e shoku, nga trosha kuptimin. Pra, Amarildo, duke u kthyer prap problemit të Greqisë, di çfarë më bën përshtypje? Shqiptarët që kanë shkuar aty, kanë shkuar në një vend, tash ti thonë që janë pak a shumë kushte barabarta, po kanë shkuar në një vend i cili i ka shkelur me këmbë. Sa thonë na dhan bukë. Po siç ke thënë ti, kur shkuam ditën e dytë, më thanë shoku bishti Kazmës i Lopatës ka punën për ndryshe hap kraun, ktheu ande nga erdhe. Po gjithsesi. Sa e parë në darkët ishte këtu është Lopata, këtu është Kazma. Ajo është në darkët. Mos e haq se do shkem të ham bukë, po prit të tregoj çik se ku e marrim lopën. Dhe më bën përshtypje, zakonisht një komb agresiv i mëson pak në Kalamanit vetë gjuhën shqipe. Këta asimilohen dhe edhe këta vetë, kur kthehen një pjesë atyre, nuk po them gjithë,
fillojnë kanë qef të flasin greqisht, fusin terma greqisht, ndërkohë që unë di që hebrejnë 2000 vjetë nuk e ndruan në gjuhën e tyre, mësoj, domethënë shkrimi këndimin parë mësoj në shtëpinë e tyre, gjuhën e tyre. Di që gjithë këto anglezët ja dhanë gjuhën e tyre gjithë botës. Madje janë ndërkombet që flasin më pak gjuhë të huaj me sa di unë. Italianët janë një kombë që vetëm së fundi, vitet e fundit kanë filluar të flasin anglisht. Ky brezi që ju duhet për globalizmin, se asë të diskutojnë fare, ti duhet vrisin 7 që djetë të 8 që të fliste anglisht, kërkon dhe mëshirën anglisht. Pra janë ca kombe që duan në Austri, shkoj foli anglisht, së të këtem përgjigje. Në Francë, i ke foli anglisht, së këtë zero. Do të thoje, po. Së këtem përgjigje. Gjermani, se nga që hangri 2 herë dru edhe gjokut këtem përgjigje, por me qeft man nuk e ka fare të këtem përgjigje. Zviserianët Gjermanët me italianët kanë sheku që jetojnë me njëri tjetërin në Zvicër. Me përbuzje e shofin njëri tjetërin, nuk e honepsin dot, unë s'di se si rënë bashkë. Neve në Greqi shkojmë dhe asimilojmë gjuhën e tyre dhe asimilohemi. Dhe ne kemi turp të themi që në 49-ën ju dhamë drumër kur na sulmuan, se jo ka qenë në verë hoxha koma, për qënë si kamë. Po dhe serbe ju dha druma me zogu në 24, 26, a më prom në 20, dikur ka qenë një betejë që u zhvillua në fushën e mbi Shkodrës. I ka dhënë drumë, vëlla, pse duhet ta hedh poshtë, ose në rrethimin e Shkodrës. I mbajtëm 8 muaj, ju dhamë dru, detyruan erdhën serbët se malazezët nuk merrnin dot Shkodrën. Pra, këto janë gjëra që, po se ai që ishte Esat Pasha ishte tradhtar, mirë, po 8 muaj rezistoi ai, se më kupton bashkë me ca tjerë. Greku, për shembull, Napoleon Zerva që i griu shqiptarët, është shqiptar nga Suli. Qembirqeni, një vrasës shqiptarët. Dhe bashkëpunoi me gjermanët deri në momentin që gjermanët ikën. Jo, nuk e hedhin poshtë ata. Nuk e hedhin poshtë vetëm se në 1-2 aksione bashkëpunoi me anglezët. Dhe e kanë ngritur, e kanë mitë të tyre, nuk e hedhen poshtë, sepse edhe ju ka dhënë ndru shqiptare. Ne kemi frikë të themi fitore tona, se është kjo psikologjia. Dhe ti ka thënë një gjë shumë të bukur. Doni ta dini kush ka mbrojtur këtë vend? Hapni tekstet e shkollës dhe shikojnë kë shajnë tekstet e shkollës. Ata janë ata që kanë mbrojtur këtë vend, kanë ngrënë plumbin për këtë vend, Kam pas ideale për këtë vend, siç është qosjan vetvete. Po ta shikosh edhe nga shkrimi që bëri fundit dhe nga intervistat e tij, domethënë është pikëllimi më i madh kombi, se intelektuali këtë ka, që nuk menon për atë karrikën e vet ose atë as për sot. Bravo. Shef për të ardhmen. Dhe tek ne është pikërisht ajo që unë shkrova në status, është dhe që kemi trajtuar shumë herë në programet tona, që në vitin 90 jemi i vetmi vend tani, nuk besoj të ketë të dytë, me sa di unë, jemi i vetmi vend që vetëm herojt dhe vetëm njerëzit që kanë bërë për Shqipëri janë me ligj të shkruar apo të pashkruar të persekutuar. Kusuri ke vjedh këtu deli mirë, ke tradhtu vendin, asa e ke bo dhe këtë të mirë. I ke shërby gjithë sepse, si që thash, ne edhe këto shërbëtorët e tuajve nuk e kemi pas as me ide, se për shumë i shërbe Gjermanit, është keq më vjen, nuk është sa shumë. I shërbe Gjermanit, që e ke nazistë, Allah. Dhe dave mene. Se ma kujtove, divizioni fundi që u dorëzua në Berlin ishte Charlemagne, ishin francez, po besonin të ideologjia naziste. Bravo. Pra kishin një qëllim, një formim. Ajo është për të heq kapelen. Problemi është që sa mbaroi Gjermani, këta shkuan ke anglezi, ke amerikani, më serbi, greku. Sepse ishin antikomunistë, dhe ti i thunë, më thuj një libër antikomunist, po s'ka libër antikomunist. Ka libër për kapitalizmin, ka libër për protestanizmin, po libër antikomunist nuk ka. Dhe është e bukur kur i kapi generali Leclerc, po i cili ishte i veshur me uniformë amerikane, se amerikanët i pajisën francezët në ashtu.
Edhe i thot, që ju vjen turp, ju thot, tyre të Charlemagne't, i thot, jeni luftoni me uniformën e huaj. Dhe njëri për tyre i thot, pse ti çfarë uniformë ke veshur? Dhe i pushkatoi nga nerva se zuri gafila. Por ky pati kuraj, unë i tha, ti dha, qa uniforme ke veshur? I tha, e shikon uniformën tënde? Problemi tek Shqipëria është i thellë dhe pas 35 vjetës, 36 vjetësh, tash më duken hapur rezultatet, sepse në atë fillim menosha has ama se s'ka jemi gjithë, jemi Europa, ku diun që ishim neve, ishim perëndim në të pjerdhurit, sepse problemi është gjithsecili e mend që kur ndërtoshim ato dyqanet e para pa leje, ato shtëpitë e para, veshim flamurin e PD-s, flamurin e Amerikës, flamurin e NATO-s, akoma s'na kishte dhënë NATO. Atë BE-s, që akoma edhe BE-ja jemi çik larg. Dhe biles filloi duke u bë një humor pianecësh dhe me poezit dhe me kur del njëra që sot mahet për VIP për shembull në për ato media tona, thot idiotizëm më të madh, thot pikturat e realizmit socialist, pikturat e realizmit socialist thot i bënte edhe një fëmijë 5 vjeçar. Domethënë, ajo është për spital. Dhe çfarë unë kam vënë re nga kjo, është që të tërë figurat që në fakt janë bosh në vetvete, janë shumë bosh, por që janë zëri në më ta quajmë sot intelektualizmit, nuk e di se ku e marrin këtë, sepse ne s'kemi, domethënë, gjë pa bosh. Dhe këtu është problemi, dalin në mbrojtje të psikologjisë si një debileje. Tani, pikturat e realizmit socialist, le të diskutojmë a janë të këqija janë të mira, po ai 5 vjeçari, edhe i 100 vjeçari nuk i bë dot. Kurse këto idiotizmat që kanë dalë pas 90-s, këto smerët vesh në fund, a e ka bo 5 vjeçari, a e ka bo njoni që është pallu në drogë, pa jo shite një 2-3 milion euro. Pra, si bihet, si mund të them, se pikturat e realizmit socialist, ose dhe librat e realizmit socialist, po të heqësh fjalën socializëm dhe të shofësh brenda tyre, në fakt është krenari kombëtare, ka ngret lart një hero, ka ngret lart një dëshmor, ka ngret lart një luftë të këtij kombi, ka ngret lart një punëtor që ka thonë jetën për pronën e përbashkët, ka ngrit lart ca njerëz që kanë bërë një aksion ta mbyll, që kanë bërë një është e treta herë që duhet të ndërhyjë dhe po më thu urdhëron. Vazhdo. E ke marrë që të lej deri në fund ta mbyllësh atë? Po gjithmonë më thua ta mbyll, që po bravo. Le të marr frymë. Se më dalin dhe fjalë të shpejta pastaj. Pra, po ti futesh thellë, është çfarë bën një e djathtë në të gjithë botën. Një e djathtë në të gjithë botën do ngrej si fillim krenarin kombëtare, edhe duke gënjyer. Për X herë, bravo. Po ato nuk i lut dot më. Ato nuk i lut dot më dhe nuk i prek dot më në ato kombe, as në Angli, as në Amerikë e njëra tjetrën, se lut dot më ato. Ato janë aty në përsheshe dhe ngre optimizmin ose ngre frymën, ajo që quhet frymën e një kombi. Kurse ne i pallum gjithë. Amarildo, isha do bëj ndërhyrja. Kjo për pikën e fundit që the duke nisur. Kur isha në Paris, shkova te Arku i Triumfit, kam qenë një lexues mbi 4 herë kam lexuar biografinë e Napoleonit të shkruar nga Lev Tarle, është historian sovjetik. Po e kishin thua ata, ka jetuar pjesën më të madhe jetonte në Paris ai për të studiuar veprën e Napoleonit, sepse kishte lidhje edhe me sulmin që Napoleoni bëri mbi Rusinë. Edhe
lexova emrat e gjeneralëve francezë aty. Shikoj, çdo kombi botës, treqerekt e tyre i shpall kriminal lufta. Domethënë kanë bërë masakra pa para. Për shembull masakrën e 4000 vetëve që bën në Abu Bakir, më duket që ishin garnizon shqiptar që u dorëzuan francezëve në Bes, i thanë francezët dorëzohen, e masakruan që të gjithin. E vranë, mbasi u dorëzuan. Ku shkoi Napoleoni që bëri inkursionin e Egjiptit. Të njëjtin gjë kudo që shkonin. Masakra, vrasje, shfarosje, po është ajo që ka thënë që të shfarosin në mënyrë të tillë që as arkeologët nuk të gjejnë dot. Ç'të gjë. Ti nuk mund t'i shash ata. Nuk mund t'i shash asa, sepse më shpreh të preferuar të ha dreqi. Dhe e bukur është që këto kanë një 5 milion magrebin, ata algjerianë njëri tjetër, dhe këta, megjithëse i kanë shfarosur këta, janë të detyruar të nderojnë. Ti mësojnë në tekstet e shkollës. Të gjitha pa korrigjime, pa i quajtur genocid, pa i quajtur shfarosje, pa i quajtur gjë prej gjë. Dhe për sa i përket realizmit socialist, me që ra fjala le ta kujtojmë, para pak ditësh vdiq Skënder Kamberi, një përfaqësues i jashtëzakonshëm i shkollës pikturës Vlonjate, dolën vitet e fundit këta, mbas viteve 70. Dhe ai, nëse shef pikturat e tij, sidomos një që janë fshatar, nuk ja di titullin, po tregon ca fshatar në fush me shami që hedhin far në mes aplek kimik, në mes të barit, grurit që është. Ka ngjyrat që atëherë u thënë që janë të realizmit magjik, do me thënë që është i fundit kjo Van Gogh, Monet, dhe është e vërtet, po t'i shoh. A ka piktura që i afrojnë rrymave moderne realizmi socialist? Po t'i shikosh ka, po t'jesh një sy që e kupton artin. Është ke parasysh format kuadrate të punëtorëve, format e fuqishme, por nuk harri në përshuddimin pasaj që i bën Picasso, që një sy ta vë në byth dhe thelën tjetër ta nxjerr mbi kokë. Më kupton që të llahtaris. Që ta pres, jo që ta pres. Ti unë e duroj. Si bo. Thjesht ta ilustroj. Isha në Vlorë para ca kohësh dhe kur kalova ke sheshi Flamurit, pasha të mrekulli, me sinqeritet të ndryshon dhe ecja mërbur. Po. Nuk ka njeri, edhe besoj dhe vlonjatët kur kalin aty prapë e hedhin syrin dhe pash dhe njerëzit. Prandaj kanë me qef që thonë jemi ne. Dhe po ta shikosh vlonjatët duke rujt atë shesh në Flamurit famshëm, ja e shohim kështu. Kur e shikon, vlonjatët kanë rujt atë, nga që e kanë atë shesh në Flamurit famshëm, nëse ke unë re, për 36 vjet, s'duam ne ta pranojmë, që s'kam asnjë nga Vlora, kanë qenë dhe janë më patriotët që ka Shqipëria. Janë ata që në momentet caktume, kur jo zhdasha dheut, kanë qenë të parët. To 36 vjet, vlonjatëve është i heqësh kapelen. Kanë edhe një problem të madh ata. Në lumin e Vlorës, ti nuk e as kisha as xhami, vetëm lapidare. Gjithë fshatrat, po shkosh s'ka asnjëna xhami, as kish. Janë vetëm lapidare. Dhe po shkosh në Kuç, janë edhe varrezat e mëdha, të cilat, më thënë drejtën, i mirë mbajnë, dhe mendoj që ajo zonë është një zonë kult e kanë këtë, ata të shqiptarisë të por ai është një shesh i jashtëzakonshëm sepse përveç monumentit i jashtëzakonshëm, që ja kanë fut kot me atë tortën në fund, po e ka bëj Tiranë, e ka bëj Biri. Po është një shesh ku në krah ke Ismail Qemalin, të 12-ës. Pra është femër e realizmit socialist, këtë po i shpjegoj. Është femër e realizmit socialist. Majdas ke Avni Rustemin, kupton që ka varrin e tij aty. Pra, është një shesh i cili ka 50% të historisë së Shqipërisë aty. Dhe padyshim që kur kanë bërë një herë rrugën e lumit Vlorës, dhe kanë parë që, domethënë, ca fshatra me ca histori unë e njoh dhe folklorin e tyre kanë. Po ke thonë boshim edhe një tip programi në rrugës. E di më drejtë, ja. Kemi qenë vetë. Tash inshallah skujtohet. Tash inshallah skujtohet. Po ty nuk harron gjë. Kur thotë plagu i
Kur të qepësh si Skënderbeu Turve, që qepësh nuk shqipësh. Qa do bëjmë? Është vërtet me atë që unë vetëm nuk thënë kam nga Vlora, just i bie, por edhe kushurin. Shumë kushurin kam në Vlorë, por si gjak nuk jam po jo, se në përgjithësi vlonjatët, gjirokastritët, ose spostoheshin në Vlorë, ose martoheshin me vlonjatë, ose vlonjatë dhe u vendoshin aty. Sa për dieni ka dhe shumë shkodran, ka një rrugë të tërë me shkodran. Brezi tret janë ata dashni që kanë ardhur. Edhe sepse Vlora pavarësisht se duket si qytet i sertë shumë kozmopolit në përbërjen e tij. Beratas ka shumë, në përgjithësi ortodoksët ishin me origjinë nga Berati, ndërsa muslimanët origjinë gjirokastrite, se lumi i Vlorës nuk parazbriste në shekujt e kaluar, sepse ta thash janë komnevrik. Por kanë edhe njerëz, për shembull Zonel Gjoleka, i cili ishte nga Kuçi, është vrarë në Maltëzi. Pra shumë personazhe i ka të jashtëzakonshme. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është, vetëm nëse kanë ngritur në qastas në një xhami kohët e fundit, ajo që më bëri përshtypje kur kalova për herë të parë para 15 vjetëve, ishte që nuk kishte objekte fetare, vetëm lapidar këtu, brigada kaq këtu, brigada kaq këtu, herojnë të popullit kaq dëshmor, kaq herojnë, kaq njëri tjetër. Dhe kanë edhe një gjë që pasardhësit e tyre kujtojnë edhe ata që janë vrarë në luftë me bandat e diversantëve. Kjo është një gjëti e tyre që në përgjithësi janë popull i sertë dhe nuk i kap kjo vala e globalizmit. Ndaj thash që është ana psikologjike, për shkak në Vlorë, lindën gomonistët e parë. Gomonistët e parë. Dhe pra, le të themi, u bë një shturje nga gjitha krahët, po ta marrësh. Por ajo që po them se si ndikon psikologjikisht tek njerëzit. Edhe një gjë, vlonjatët nuk quan as komshiet punonin rrugët. Po si çojnë do të ato janë 10 egra, por janë të ato të çonin ande. Nëse. Po ajo që po them se si ndikon psikologjikisht tek qyteti, se nëse unë e re, për shembull, që ta shpjegojmë se duket më interesant. Pra aty ka Beratas, ka Çam, ka Gjirokastrit, ka whatever. Është kozmopolitan. Kosovar kohët e fundit. Eksaktësisht. Por Bërthama, pra vibe i qytetit. Po. Vibe i qytetit me atë shtatore, në mund ta quajmë, megjithëse ai quhet permendore, ku diun. Monument. Ai monument ti do kalosh, o do marrësh bukën, o do bësh gjë, do të ta lej në subkonsciencë, dhe po flas shumë seriozisht, ta lej në subkonsciencë atë që ca njerëz kanë menu për këtë dhe rezultati ka qenë që sa herë Shqipëria ka pas nevojë, Vlora ka qenë e para. Pse ka qenë e para? Pse s'ka qenë Tirana? Sepse është vjerë. I kemi heqë edhe emrat e rrugëve. 12, 20, 24, 24, 97. Më thuj një tjetër që është bë, nuk bën 91-shin, në fakt. As 92-shin. Tani, e di si është problemi, po të isha unë, me sinqeritet, po të isha unë kryeministër, do bosha gjon më ekstravagante të mundur në një qytet, këdo, unë do vesha ato që kanë çu me gomone, ato që kanë bë drogë, ato që kanë shku jashtë dhe kanë bot 99-at, me hajdute, me punëtore, me që majtën këtë Shqipëri, për intelektual, për politikan, për bëhe, ne do këshim hongë njërin tjetrin. Po. Fal atyre që në gojtë kriminelve, sepse media është më kriminelja e mundur. Në gjithë shoqërinë tonë, këto janë më kriminelë, se këta janë të dhjerë tani. Krimineli
Ai tjetri që shajnë këta, ai vet vret, po ka vonë vetëm prapanicën e vet në linjë. Pra ka bo drogën, prapanicën e vet ka vonë, edhe të familjes. Ka vra po të vetën. Kurse këta vejnë tonën. Sinqerisht më vend kombit, vend jetën e fëmijëve tanë, do më ka pesil lum, aty ka pe shaj heroj, se paguash nga diku, dhe nuk e kuptojnë. E di që më ka bo për shtypje, ti ke pasu që jam tepër e më mundshëm, e di që më ka bo për shtypje, shumë nga këta të medjave, po them disa emra nga këto të medjave, më ka rastis tani, pa dashje, që të marrë vesh për fëmijët e tyre. Diku është vendos drejtor, diku është vendos kështu për para, dhe dhimbjet që kanë hec këta fëmijë, pra ose të kap nga droga, ose të ndarë prum mas alkooli, do me thënë, po të bësh një libër, dhe sepse babaj dhe mamaj që janë këto lapaqenët, këto kriminelët që kemi në përmedia, këta se kuptojnë. Dhe fillojnë e qajnë, masaj ku të argojnë historinë e fëmijëve vetë. Nuk e kuptojnë që këta janë shkaktari. Këto kujtojnë se jo mu shkaktari. Që s'kom qenë me këta. Jo, je ti e ke bo. Jo, droga. Se për ta luftu drogën, se për të luftu diçka, është shumë e thjeshtë. Edhe diçka, Marido, në mbështetje të kësaj që the. Në qoftë ti hap stacionet e huaja, për shembull italianët, kanë bërë dru gjithë botën. Ata e shpikën mafjen e ka shpik Italia. Mafjen, trafiqet njerëzore. Ke pjesa moderne e këtë fjallën. Okay. Nuk e ndigjo kur televizionet e tyre të flasin ose të ngrenë, të thonë që se këto janë pallate droge, se këto janë pallate zero. Po në Angli, mërë, nuk bëhet fjalë, mërë tani, nuk bëhet fjalë. Kanë shfarosë gjusmën e botës. Tani, po them vetëm një kuriozitet që është tepër interesant. U vodhë, se më them sasia më e madhe e floririt që është vjedhë ndonjëherë në United Kingdom, në gjithë Britaninë. Nuk u gjetë. E di ku është? Është ke The City. Dhe në një dokumentar, sepse të kuptohemi, unë pavarësisht mendimi që kam për anglezët, e kuptoj që janë shumë për para. Të paktën me të qenit monarki, ose të qenit konkurrojnë me izraelitët, në si të fusin të tjerë të shërë. Rot. Marin eksperiencë. Si që kanë marrë indianët nga anglezët, ashtu kanë marrë anglezët nga Izraeli, pa ato izraelitët. Të janë njështra, po. Gjëndër farë. Ishtë një dokumentar pra i mrekullueshëm, ku shpjegonte pikërisht për vjedhjen, nuk u gjet kur, dhe në fund personi që bëri dokumentarin bëri një narrativ fantastike. Pak të vjedhje thes do kishim The City, kështu që mirë e bon që e vodhën. Pa këto që ne i quajmë kriminal nuk do kishim The Albania. S'do ishim mo. Pra, për mu janë heroj. Mirdo, për para se të vija këtu, po bëja një bisedë me një shokun tim, të hershëm të fëmijës, biznes në shumë i zoti. Do më thënë i formuar. I thash ma që gojnë një qikë të çështjen imobiliare të neve, ti po të shkosh në sheshin Skënderbej, janë gjitha këto kullat që shumica e tyre janë të pabanuara. Po. Është shumë e thjeshta. Të gjitha këto janë të ndërtuara nga njerëz të cilët nuk duan t'i shesin. Dhe i mbajnë me qira, ose nuk i japin fare. Por është një para e ardhur, e cila nga çdo lloj forme që tjetë, por nuk shkakton krizë ekonomike kjo lloj paraje, sepse nuk është marrë me kredi, nuk është vlerësuar me kredi. Dhe këta njerëz, po të shkosh nga në Dajti, për shembull,
ose kur vjen nga autostrada, në qoftë se dikur ti shikoj vetëm një tash ke filluar shikon nga një kull, kështu që fillon një jason një qyteti modern. Është metropol, pra Tirana është metropol. Po pra ka filluar po. Dhe në këtë dhe nuk du të jap fare Edi Ramës, po ja dua t'ju jap këtyre që bëjnë këto parate. Ke parasysh që i kanë po se u kap kaq dhe ja kapën këtij në Belgjik dhe kërkon ekstradimin Belgjika. Izraeli nuk të ekstradon vëlla. Në qoftë se ti ke çuar lekët në Izrael, parat në Izrael. Është shembulli më qartë i të këtij sistemi. Bravo. Se je në këtë sistem, nuk je në sistemi komunist. Sistemi komunist është e thjeshtë. Ekstradohesh. Jo të pushkaton vetaj. Pushkaton vetaj nuk ke shans se ti më e bë këtë muhabet. Mbaroj. Tash jemi në këtë sistemin tjetër. Ndi bëj rregullat e këtij sistemi. Unë nuk jam dakord me këtë sistem. Do të më pyesësh mua? Unë s'jam vaje dakord me këtë sistem. Jemi atë tjetrin. Me atë jam në një tjetër që çik më. Edhe me tjetrin. Por është idiotizëm të thuash pse vin para të pista. Po para të pista ty të shtym punë, o punëtorim, o shokuim. Inshallah po të shtohet nga 700-800. Jo, e ke parë për shembull që të gjithë ata që shpallen në kërkim në Amerikë, që janë me origjinë izraelite, krisin e ikin në Izrael, dhe ai pret me krah hapur se u ka dhënë më përpara edhe pasaportën. Më kupton? Dhe nuk bëhet fjalë të ekstradohen. Unë nuk di, di ndonjë anglez që ekstradohet? Ta shpjegoj më ndryshe tani se është interesante. Unë kam pas fatin që të jem në shumë sajte. Sajte janë vende pune, në mund të quhet. Dhe në një moment caktuar shkuam, ishte mas krizës të 2008-ës, ishte në erdhi punë shoqër shumë e mirë. Dhe me sa mora vesh, po të kuptohemi, ajo kriza në kështë e bo dhe anglezë si uthull, si që jemi ne. Ne jemi uthull të tërë. Kusë ato kështë e bo të ca kokra. Si në mos kemi ca poet që janë uthull komplet. Por, është e të nëzirë të kuptimin. Dhe u futëm në ato. Dhe këto uthullat ashtë, këta që ishin më uthull nga uthullat, që natyrisht janë vend shtat me shqiptarët, fillon duke bo komentimin e pronarit të kësaj ndërtese. Pra i kështë e ble për 20 milion, i kështë e fut një 30 milion, edhe shkote një 50 milion pound. Pa i kështë e ble një rus. Dhe gjatë lanqit, gjatë kohë si po hanim, foli njone nga ta, kjo tha, pare këshu tha i ka, duhet ketë pare krimi, tha. Duhet i ketë këto, tha. Se bleshte 20 milion, të fuzësh 30 milion, se e dishëm paka shumë se sa u futën lek aty. Ja pritje e anglezit tjetë, e di që edhe hatë e sandwichin, tha e bira hatë, tha, më kupto se, apo i merë lekët e tuja, tha. Se ishe pa bukë të që ke shpia. Me ato lekët dhe i ke shpia, tha. Inshallah është shumë si thu ti, tha, se ka njërës tje që merë me këtë muhabeta, e në ta kokjo neve, më në fund, tha. Shpun këtë edhe habu, pëse më shqesohë. Psikologjia një, të pëse është rritur e me atë psikologi, pra ndaj i tha që. Futi sanduiqë të shifë mos bini në i do motë se ngele kafshove gishtin. Legët. Dhe ajo psikologji më ka ndimu vërtet edhe në mënyrën e trajtimit të tërë jetës, të tërë shoqërisë, je në këtë shoqëri. Dhe unë them, prap, hajde pastroni parat këtu. Inshallah ju kap spaku. Ka gjë më të bukur? Jo, po e di se kishtë nëzjerë spaku. Që ato lekë që sekuestrohen do kthehen në vendet ku këta kanë zhvilluar aktivitetin. Atëherë ky nuk është spaku jon, po është spaku atyne. Po atyre. Eksaktësisht. Për këtë duhet ishe bërë nami në studiot tona. Është harruar ky muhabet. Ore e arrestuan tjetrin sepse pas ka bërë trafik në Belgjik. Këtu ai është qytetar model. Me familje, me kalam. Si mund të bësh? E ke parasysh për të ndërtuar një biznes se shumë nuk e njohin këtë rrugë. Për të ndërtuar një biznes, shumë rrallë ti mund ta fillosh nga poshtë, nga dal, të ecësh çik më shumë, të vazhdosh më shumë, po duhen që të bëhesh milioner me fat breva. Në momente caktuara, pra dhe nëse ti pshat qep,
në një moment caktuar do jesh aq pusht sa këto qepësh ti ketë shit për dardha që të bësh të legët. Dhe një nga shprehjet më fenomenale në mund të quaj kështu të biznesit është mos më pyet se e kam bërë milionin e parë. E tha Rockefelleri shkret. Pasi të krijosh dhe ajo që them që të kuptohet atër, ajo që them është unë kam parë në jetën time që është shumë e gjatë për sa kam parë njerëz që kanë qenë në nevojën e bukës dhe kanë botë 99-at. Dhe masi kanë arrit atë milionin e parë, në mund të quajmë kështu, janë të njerëzit më model që mund të ketë Shqipëria brenda sot. Nga të gjitha llojet e tyre, kanë heq fare durët nga gjithçka tjetër. Dhe edukimi që japin fëmijëve tani, është i jashtëzakonshëm. Këtë kam dëgjuar, edhe banditët më thoshte njëri për këta banditët e Fierit, emrat e Fierit. Tentojnë që fëmijët i çojnë në shkollat më të mira dhe t'i mbajnë sa më larg nga të gjitha pislliqet që kanë bërë ose që më. Po për këtë që the ti për faktin që në kushte të vështira janë detyruar për gjithçka, shkodranët kanë një fjalë të mrekullueshme, nevoja nuk ka gjyq. Ti nuk ja bën dot gjyqin një njeriu. Pra gjyqin shqiptarëve për 35 vjet për vetë se nëse do mësha unë pushtetin, do ja bësha të gjithë që ishin për media. Gjyq është aga. Edhe klasës politike. Po. Jo, këto janë pasojë tani, këto janë pasojë klasën politike. Disi po klasën politike një media që është kombëtare, se s'ke nevojë me shpif, në momentin që unë shpif për dikë, ka ra gjithçka që ai mund të ketë bë. Më kupton? Nëse unë them atë çfarë mua më shqetëson, këtu mbyllet, dhe kështu e ka mbyll gjithë bota. Pra, në Angli, marrim në Angli, themi një politikan, themi ne, dha dorëheqjen se hyri me të kuqe. Dhe duket, wow, sa ndërgjegje kanë anglezët. Jo, nuk është çështje ndërgjegje. Sepse në momentin që ai politikan ka hyrë me të kuqe, nuk i thon ti a ke drejt grus, ke dash me vra komshiun, mesh me drogë një tjetër. Ke hyrë me të kuqe, këtu mbyllet. Pik. Jep dorëheqje. Po nëse do shtosh këto tjerat, atëherë del që asnjë nga këto s'është e vërtet, po vetëm kam hyrë me të kuqe. Po rrimar aty se mirë, se në unë hyna. Se ti au kuptu. Jo, thelbi është i qartë dhe e vërteta e gjithë kësaj është që këtë ushqim për shumë, e gjithë Antalya është bërë me paratë e këtyre, kuptohet. Si ka ardhur ekonomia turke që të lante borxhet? Sepse pastronte gjithë paret e vendeve të gjirit. Dhe pastronte gjithë paret e atyre banditëve. Unë e dija se e kishte bërë Erdogani, po jo e pas ka bërë Turgut Özali, ka thirrur gjithë këta banditët, se turqit janë ku, kur themin e shqiptarët, turqit janë mjeshtrat e nëna atyre që furnizon gjithë Europën. E tha shikoj, të shihesh ajo zona kinetore aty, zgjidhni e merrni, o do ta bëni hap për turizmin, ose mëse ne do t'ju fus lala aty që të gjithë, ata shkone, hodhin gjithë ne, do me thënë, ndërpriteni këtu, bol kaqe, futuni tashti, rregullojeni këtë lekë, bëjeni këtë. E njëjta gjë është në Angli tani, dhe e ke edhe në për dokumentar, pra dokumentar serios BBC-a. Të gjithë këta kriminalët e vendeve të tyre, pra kur flas fjalën kriminali janë diktatorë që këta i kanë vënë për pushtet, e kanë vjedhur në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse Perëndimi nuk ka sjellë një demokraci aty. Ka sjellë një diktator. Sa ka mbajtur ai? Ka vrarë, ka vjedh. Në momentin që ka vrarë, ka është mundu me grumullu sa më shumë florit mund, vjen momenti që ngrehen këto popujt ose rrymat, duhet ikësh diku. Të pret anglezi. E kënë dokumentar pavarësisht mënyrës shpjegimit tim. Dhe gjon e parë t'japin avokatin, gjon e dytë t'japin ekonomistin, dhe çojnë, thonë ku do që është lekët, si do ku e ke më mirë, po bravo t'i fusësh aty këtu ku dushti. Ky është
me çfarë është ndërtuar me Londra. Ose provo ti çosh ato para për shembull ta dhëm në Rusi. Dhe në momentin e caktuar, ato të thonë që dëgjoj. E di se shumë vetë, apo të konfiskojmë gjitha? Se dolën ca krime që kem për. Pra, në asnjë media, paktën ata që jetojnë në Angli, e din fare mirë, në asnjë media nuk flitet ky pastropara, ai pastropara, sepse janë ca që quhen avokat, janë ca prokuror, është një drejtësi që merret me këtë, është një MI6, janë një tuf që merret me këtë, nuk ta kanë lënë ty të medias të mpysësh mendjet e njerëzve. Sepse nëse ti ke dokumenta ashtu siç flet në për aty, shko ke spaku. Ose të ngrihemi gjithë dhe të flasim, nëse sot për shkak do ishte një nga gjërat më të rëndësishme nëse do kishte intelektual Shqipëria, ishte ndërtimi i spakut. Si është ndërtuar, pse po dalin kaq shumë të dhëna, ose pse s'dënohen këto që mund shpifin mbi këto të dhëna. Dhe në moment, sepse fjala është shumë e rëndësishme, dhe në momentin që ti I bëre një skaner spakut, po jo skaner këti I dole mesazhe se dësh me shku me gru tjetër, se kjo s'më intereson mu, po këtu jemi në. Mu të nëzorën njonit, se që I kështë thonë I dashurës vetë. Po vu e kapën krimin, ja konfiskun edhe gjonë ati. Majdo, do më thënë... Se folëm për rolin intelektuale. Po pra, ideja ishte që e nisëm me Gjepqosën dhe pasaj e zhvilluam iden, një ndër idet që ka hedhur Qosja, për rolin e intelektualit dhe... Të medjas. Dhe në bukra është asnjë intelektual ka punë për të marrë, nëse do të jetë intelektual, të bëj punën e intelektualit, po s'ka punë për të marrë se nga erdhi leku, si u bë leku, sepse ti s'ke mundësie, para punës janë ja dy tipa që vetëm I dëgjoj në për panele, I kam dëgjuar, tashmë nuk dëgjoj më panele, që vetëm flasin për të punë, kullat e drogës, një tjetër, janë edhe parti politike, dhe këta jo vetëm që terrorizojnë biznesin, por këta I marrin fytyrën këtij kombit, e ke parasysh, sepse nuk di vend I cili politikanë serioz dhe media serioz që ti çon parat aty dhe këta të përbuzin paran. Jo më jo, ai anglezi thot, se anglezët e kishin kërkuar, kanë bërë krimin këtu, tha bini paret edhe mbrapsh këtu, tha. Mjeshtrat. Po tash këtë zanate kanë mësuar të gjithë. Po. Kanë filluar po e kërkojnë të gjithë, sepse ti ja u ke hapur rrugën, më kupton? Dhe është një mësim që të paktën ai që është intelektualit duhet I thotë, leqherë mos dalin media të bëj goren në media, po edhe duhet ta orientoj këtë vend se çfarë duhet të bëjmë. A janë ato para aty? Hajde orientojmë që do bëjmë turizmin. Shiko, ti që ke ato para, si I tha ai kinezi, ti do t'i hedhësh tash I tha në inteligjencën artificiale, I tha, boll bëre shitblerje, makina rroje, më thash. Pra po të marrim një kinez, është një vend komuniste. Morim një Shiko, nuk e di pse I thon komunist, po çon si ka, se fjala komunist në fakt është më sublimja që ka bota. Po pra, edhe një përse se noshta ju shko keq aty në fjala komunist, është fjala më sublime që ka humaniteti. Komunist përkthehet shef për komunitetin, bën për komunitetin. Pra çdo fe në thelbin e saj, jo të basoletat, si doli ujti këtu, hyni këtu, vrau, çunë vetë këto gjona, po ke thelbi I fesë aty ku duhet, është shiko për komunitetin, investo për komunitetin. Ky është fjala komunist. Pra çdo fe ka komunistin e vet, dhe janë komunist. Kush është antikomunist? Në çdo fe është ai që filloi të thotë qazimi, u hapi detin dhe tha muslimanët le të vrasim, ose të vrasim katolikët, ose të vrasim këto tjerët, ose nena më të. Këtu hy antikomunisti. Kjo pjesa tjetër që thotë
të hiqni këpuzët, lani syt, shërbeni tjetrit si për t'i shërbesh vetë, tu është komunisti. Që ta kuptojnë njerëzit se kush është komunisti jetë, se kush të si e din. Kjo është. Se ma bëllëmsh. Jemi bëllëmsh. Për herë që ta kuptojmë tamam. Ta ndajmë. Dhe në Kinë, të tërë këta bilionerë, mos kujto se nuk kanë shit në jetën e tyre i gjo për 10 pound, që s'boha si pound, se na e prisht ato prodhimet e para kineze, të meshin në dorë. Sa e meshit të prishte në dorë, nuk është as njonin burg për këtë punë. Okej, ta mbyllim. Mbyllim. Natën.